Greqia është gati për shpimet në detin Jon dhe publikohen hartat e kufirit të pazgjidhura me Shqipërinë. Në këto harta vjen ndërprerje që tregon se kufiri është i pafinalizuar, jep efekt të plot ishujve grek përballë Bregdetit shqiptar, duke shtyrë kufirin drejt veriut pavarësisht sa ai mbetet ende i pazgjidhur juridikisht, edhe pjesë e një procesi të pritshëm ndërkombëtar. Greqia gati shpimet në detin Jon dhe publikohen hartat e kufirit të pazgjidhur. Greqia është gati për shpimet pa lejen e shtetit shqiptar dhe mediat greke shkruajnë se të mërkurën në Athinë pritet të nënshkruhet marrëveshja për shpimet në bllokun 2 të detit Jon, duke shënuar një hap të rëndësishëm për nisjen e kërkimeve për gaz nga një konsorcium ExxonMobil dhe që është me bashkëpunim me Helen Energy, që është firmë gjithashtu helene. Projekti parashikon që shpimi i parë dhe eksplorues të kryhet në vitin 2027, duke rikthyer aktivitetin në këtë zonë pas gati gjysmë shekulli. Por, paralelisht me këtë zhvillim, mediat greke kanë publikuar edhe hartat përkatëse të zonave të kërkimit me të verdh, aty ku bie në sy se në kufirin detar në veri të bllokut 2 përqitet sipas një ndërprerje të versionit grek të demilitimit me Shqipërinë. Dhe Greqia është gati t'i bëjë këto kërkime pa e zgjidhur problemin e kufirit me Shqipërinë. Dhe harta e bllokut 2 e publikuar nga mediat greke nuk e përmend fare Shqipërinë. Në këto harta vjen ndërprerje tregon se kufiri është i pafinalizuar dhe jep efekt të plot ishujve grek përballë Bregdetit shqiptar, duke shtyrë kufirin drejt veriut pavarësisht sa ai mbetet ende i pazgjidhur juridikisht, edhe një pjesë e procesit të pritshëm ndërkombëtar. Gjykatja kushtetuese e Shqipërisë dhe vendimin e saj për marrëveshjen detare të vitit 2009 rrëzoi përdorimin e një ndarje mekanike dhe theksoi se kufiri duhet të jetë rezultati i një procesi të drejtë, jo thjesht matematik, me vijë të drejtë, siç thuhet në vendimin kushtetues për kufirin. Nuk duhej të ishte zbatuar parimi i barës largësisë strikte, duhej zbatuar parimi i barës largësisë kombinuar me ekuitetin ose barazin. Po ashtu gjykata vuri në dukje efektin shtrembërues të ishujve grek në këtë ndarje, duke thënë mes të tjerë se ishulli i Korfuzit krijon rrethana gjeografike në disfavor të palës shqiptare. Pjesë e konsorciumit që do kryej gërmimet në Shqipëri është kompania gjigante amerikane ExxonMobil, ku disa muaj më parë u emërua ish ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim. Kimetja qelbur, ndërsa në ceremoninë e kontratës për shpimin për bllokun 2 në detin Jon, veri pendrimor do të marrë pjesë edhe pala greke dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Athinë. Aktuale, zonja Kimberly, që pak javë më parë ishte në takim me kryeministrin shqiptar Edi Rama në Tiranë. Nënshkruhet pra kontrata e shpimit në bllokun 2 në detin Jon, kontrata e shpimit në bllokun 2, ku mendohet që do ketë 1 miliard fuqi me naftë dhe nënshkruhet sot më 15 prill, duke shënuar një hap vendimtar drejt shpimit të parë eksplorues në vend, pothuajse gjysmë shekulli. Dhe këtë thonë mediat greke. Konsorciumi në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës Kombëtare të Energjisë dhe Burimeve Ujore po vazhdon me zbatimin e shpejtë të shpimeve eksploruese nga Stena Drillmax. Tani, Stella Drillmax është një anije shpimi gjeneratës së 6 të ndërtuar në vitin 2007 nga Samsung Heavy Industries dhe operuar nga Stena Drilling. Ajo i përket serisë Drillmax, një grup anijesh me performance të lartë të projektuara për të shtyrë kufirin e shpimit të detit sa më tej drejt Shqipërisë. Një nga karakteristikat kryesore të kësaj firme është aftësia e saj për të operuar në ujëra të ulta dhe të thella. Është projektuar për të operuar në thellësi ujë deri në 3000 metra dhe për të shpuar në thellësi mbi 10 kilometra, duke lejuar mundësinë për depozita diku që konsideroheshin të paarritshme. Anija do operoj vazhdimisht në kushte të vështira me një ekuipazh deri në 180 persona. Gjithashtu, ajo ka rezerva të mëdha karburanti dhe pajisjesh duke lejuar misione afatgjata pa furnizim me karburant. Brenda saj ka sisteme gjenerimi energjie, vinça të rëndë, pajisje të specializuara shpimi dhe valvola për mbrojtjen e mjedisit. Pra, përfundimisht, tani dallohet që Yuri Kim ka patur
planifikimin, shtyrjen e kufirit të Greqisë drejt veriut të Shqipërisë dhe qëllimi përfundimtar është grabitja e Bregdetit jon dhe Adriatik shqiptarëve. Ju falenderit dhe tani kuptohet se cili ka qenë roli i Spakut në Shqipëri dhe Jurikimit që të detyrojë dhe të trembi politikanët shqiptarë që të zbatojnë pikërisht direktivat e një perandorie pushtuese dhe jo vendi mik.